Dhe kjo është edhe metoda e njerëzve të mençur, do të thonë njerëzit e mençur, po edhe shtetet e kanë këtë metodë. Patjetër, sepse përndryshe nuk mundish që njerëzit t'i përmbajsh në një rrugë. Andaj për t'i larguar njerëzit nga vjedhja, nga vrasja, nga kriminaliteti, nga gjitha llojet e veprave të dëmshme, shteti cakton dënime. Dhe për t'i nxitur që të punojnë të jenë të zellshëm, caktohet rroga. Në punë, do të thonë për aspektin e kësaj bote, që ta nxitish njeriu të punojë tek ti dhe të të ndigjojë dhe të punojë tek ti, kështu është natyra e njeriu. Dëshiron që të ketë një shpërblim, ti kompenzohet pra kjo punë. Dhe këtë natyrë njeriu të Allahu subhanahu wa taala e pranon dhe e ushqen edhe më shumë, sepse kështu e ka krijuar vetë Allahu subhanahu wa taala natyrën e njeriu. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim." O Muhammed, lajmëroj robrit e mi se unë jam mëshirues dhe mëkatfalës. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Mirë po ashtu tregoju se dënimi im është dënim shumë i rëndë. Nxitje dhe kërcënim. Do të thonë kjo është metoda e Kur'anit. Andaj ai i cili non stop e dëgjon fjalën e Allahut dhe e lexon, a ka mundësi që pastaj mos jetë i qëndrueshëm në fenë e tij? Nuk ka mundësi.